Bir haftadan beri bekliyoruz. Beklemek tabii ki zor. Kemi rreth një javë që presim, na vjen keq sepse kemi familje. Unë kam një fëmijë 2 vjeç, do me thënë, fiks u bën 4 ditë dhe po na mbaron ushqimi, po na mbaron uji, e me sa di unë, është edhe një vakt i fundit dhe më pas do pi kafe. Rrim shtrirë brenda në kamion, por edhe nafta po na mbaron. Duhet të ikim poshtë të marrim naftë. Të presësh në këto kushte është e vështirë. Nga këtu do ikim në Durrës e me lejen e Zotit do dalim nga Shqipëria sa të hapet rruga. Teşekkür ederim. Ben bile Oha. Yemek full. Yumurta sabah kahvaltı. Kahvaltı yapıyoruz. İnşallah bakalım.